Dy shtetas që posedonin kokainë dhe kanabis me qëllim shitje në Vlorë dhe në Sarandë janë kapur në flagrancë dhe anë në pranga, janë sekuestruar po ashtu dozat e lëndëve narkotike. Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë së Vlorës në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Delvin, si dhe forcën e posaçme Shqiponja, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan goditjen e 2 rasteve të shitjes së lëndëve narkotike në doza. Si rezultat u kapën dhe u arrestuan në flagrancë një shtetas 18 vjeçar banues në fshatin Çuk të Sarandës, si dhe një 33 vjeçar banues në Vlorë. Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë i gjetën shtetasit 18 vjeçar disa doza të lëndës së dyshuar narkotike kokainë, që dyshohet se i posedonte me qëllim shitje në Sarandë, ndërsa shtetasit 33 vjeçar i gjetën disa doza të lëndës së dyshuar narkotike kanabis, që dyshohet se i posedonte për të shitur në zona të ndryshme të Vlorës. Materialet procedurale i kaluan prokurorive përkatëse për veprime të mëtejshme për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve.